Të nderuar xhamatli, e falenderojmë Allahun Zotin ton. Nga thellësia e zemrave dhe shpirtërave ton të pastër të hamdin, falenderimin për uljen dhe nënshtrimin i shprehim atij. U dërgojmë selama dhe salavatet tona të sinqerta pejgamberëve të Zotit xhalleshanuhu në përgjithësi dhe në veçanti vulës së krejt pejgamberëve dhe më të dashurit të Allahut xhalleshanuhu, krijesës më të pastër dhe më të ndritur që ka shkel mbi sipërfaqen e tokës. E ai padyshim është Muhamedi, paqja, mëshira, rahmeti dhe mirësitë e Zotit xhalleshanuhu qofshin mbi të, mbi familjen, mbi shokë dhe mbi ne besimtarëve musliman që me shumë krenari dhe me përultësinë më të bukur dhe më të pastërt e pasojmë dhe ndjekim rrugën, traditën, sunetin e pejgamberit alayhi salatu vesselam deri atëherë ku Allahu Teala, krijuesi jonë dhe i gjithësisë, ka përcaktuar për ne që të mos ketë ditë më. Vëllezër besimtar, jemi para një akti që me të vërtetë ka përgjegjësi njerëzore, morale, kombëtare, fetare, familjare, e që ditën e diel, pra e kem ditën në të cilën ne do të ja dhom amanetin, do t'ja dhom besimin atyre që do të na udhëheqin dhe do të na prijnë për një mandat, dhe për këtë çështje ne padasht asnjëherë që të lëshohemi në atë se kush kujt do t'i besoj. Ne e kemi obligim para Zotit, para juve dhe para vetvetes e para familjeve tona që t'u bëjmë thirrje për një proces zgjedhor të matur, dinjetoz, ashtu qysh na kohije edhe fetarisht, edhe kombëtarisht, si popull i civilizum, si popull i emancipum, por pa e harru asnjëherë përgjegjësinë që e kemi dhe që do ta kemi edhe për këtë akt, edhe për dhënien e këtij besimi dhe këtij emaneti para Allahut xhalleshanuhu dhe para vetvetes, para vendit, para familjes e kështu me radhë. Allahu te bareke ve teala në surën An-Nisa 58 na është drejtu duke na thonë Bismillahirrahmanirrahim, Inna Allaha ya'murukum an yu'addu al-amanati illa ahliha. Allahu po thot, Allahu ju urdhëron që emanetet tuaja t'ua jepni atyre që u takojnë. Pra nuk ka amanet më të madh se dhënia e besimit, dhënia e votës dikujt që do të përfaqësoj, që do të na përfaqësoj në të gjitha aspektet jetësore. Ky përfaqësim nuk është çështje që nuk na takon edhe neve. Prandaj edhe dhënësi i besimit, edhe marrësi i atij besimi, edhe dhënësi i emanetit, na që ja dhom amanetin dikujt, po dhe ai që merr amanet, që merr përgjegjësi, që e merr besimin ton, kanë përgjegjësi të madhe para Allahut xhelle xhelaluhu ve xhelleshanuhu që ta çojnë në vend atë amanet që e morrin. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu vesselam ka thonë, men gashena felejse minna. Ai që tradhton, ai që e tradhton amanetin, nuk është prej radhëve tona, nuk është prej neve. Prandaj, edhe na që dhom emanet, edhe ata që marrin, do të kenë kujdes përgjegjësinë para Allahut xhelle xhelaluhu ve xhelleshanuhu, sepse Allahu po na thirr në një tjetër ajet duke na thonë, o besimtar, jeni të palëkundur për Allahun dhe për dëshmitarët të drejtësisë. Pra Zoti xhelle xhelaluhu ve xhelleshanuhu po na thirr që të jemi të palëkundur në drejtësi, në besim në drejtësi, në mbështetje të drejtësisë,
dhe kështu me radhë. Gjithashtu, Allahu Gjellëshanuhu në surën Al-Anfal 27 na është drejtu duke na thonë: o ju që besuat, mos e tradhtoni Allahun dhe të dërguarin e as emanetet tuaja. Pra Zoti Gjellëshanuhu po e lidh amanetin, besimin ton me besim në Allahun dhe në të dërguarin e Zotit Gjelle Gjelaluhu ve Gjellëshanuhu. Pejgamberi Allahut alayhi salatu vesselam po thot: Allahu ju urdhëron që emanetet t'u aktheni atyre që u takojnë dhe kur të gjykoni mes njerëzve të gjykoni me drejtësi. Pra, edhe ata që morrin emanetin nga dikush duhet të kenë kujdes që ata emanet ta çojnë në vend dhe ta rikthejnë me drejtësi dhe të gjykojnë me drejtësi. O besimtar, mos e tradhtoni Allahun dhe të dërguarin e tij, e as amanetet tuaja, përsëri po thret pejgamberi alayhi salatu vesselam dhe po thot: mos anoni nga ata që bëjnë padrejtësi, përndryshe do t'u prek zjarri. Pra mos anoni nga ata që bëjnë padrejtësi. Nuk ka njeri të cilit Allahu i ka besuar një përgjegjësi ndaj njerëzve, e ai vdes duke i mashtruar njerëzit, vetë se Allahu ja ka ndalu, ja ka bo haram xhennetin. Por s'ka njeri, të gjithë ata që sot po kërkojnë besimin ton, po kërkojnë amanetin ton, po kërkojnë mbështetjen ton, u bëjmë thirrje dhe u themi se Allahu Gjelle Gjelaluhu ve Gjellëshanuhu u a ka bo haram xhennetin, nëse merrni amanet, merrni përgjegjësi, merrni besimin e njerëzve dhe nuk e çoni ato në vendin e duhur, dhe në mënyrën e duhur, dhe në formën e duhur, dhe nuk i përfaqësoni ata në interesat e tyre, njerëzore, shtetërore, kombëtare, fetare, morale, familjare, e kështu me radhë. Përsëri, një këshill tjetër na vjen dhe thot: kush e humb amanetin dhe kur të humb emaneti, priteni kiametin, ka thonë pejgamberi alayhi salatu vesselam. U pyet, si humbet amaneti ja Resulallah? Pejgamberi alayhi salam tha: kur detyrat t'u jepen atyre që nuk janë të denjtë për tu. Pra, kur japum besimin dikujt që nuk është i denjtë për atë besim, atëhere, ka thonë pejgamberi alayhi salam, është shej prej shejave, prej alameteve të shkatrimit, të fundit dhe të kiametit. Atëherë, pejgamberi alayhi salam po thot: priteni kiametin. Ne lutim Zotin Gjelle Gjelaluhu ve Gjellëshanuhu që Allahu Gjellëshanuhu na i kthell mendjet, zemrat, shpirtat ton, që kemi kujdes edhe një herë thirrje me qetësi, me maturi, me edukat, ta epim mbështetjen edhe besimin ton aty ku ne mendojmë se përfaqësimi jon është më i duhur dhe më i mirë. Mirë po, pa e harru asnjëherë se ky besim, kjo vot, kjo mbështetje, patjetër do të na kushtoj dhe do të na marrë në përgjegjësi, edhe në dynjë, edhe në ahiret, para Allahut Gjelle Gjelaluhu ve Gjellëshanuhu. A kemi me dhonë llogari edhe për votat tona, edhe për besimet tona, me votat tona para Allahut? Po vallahi billahi, kemi me dhonë përgjegjësi para të madhit Allah Gjelle Gjelaluhu ve Gjellëshanuhu, sepse ky besim, kjo mbështetje po na reflekton neve në realizimin e të gjitha synimeve dhe qëllimeve dhe nevojave tona
si në aspektin kombëtar, si në aspektin familjar, si në aspektin fetar, si në aspektin moral, si në aspektin njerëzor, e kështu me radhë. Allahu xhalleshanuhu na forcof ne që epim besim edhe i kthjellët mendjet e zemrat e shpirtat e atyre që morrin besim, ta dinë dhe ta kenë në hatër përgjegjësinë që e kanë para popullit, para kombit, para vendit, para Zotit xhelle xhelaluhu ve xhalleshanuhu, për këtë vend për të cilin kemi dhënë shumë, për të cilin kemi derë njerëz shumë, për të cilin kemi derë gjak shumë, për të cilin kemi përgjegjësi shumë. Shumë njerëz kanë sakrifiku, shumë njerëz kanë vdek, shumë njerëz kanë dhënë mundin, djersën, jetën, familjen, gjithçka që na sot të lirë edhe të kërkojmë besimin e dikujt, por dhe të dhëmë besimin e dikujt. Sa herë gjendemi para kutive të votimit, ti kemi në hatër këto sakrifica, por edhe ata të cilët kërkojnë besimin ton, sa herë të morrin besimin ton, të kenë në hatër të gjitha këto sakrifica që janë bo që me morë dhe me dhonë besim dikujt. Allahu na forcoft edhe na ndihmoft. Sadakallahu l-adhim.